Prokuroria e Fierit ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar për gjykim autorët e vrasjes së 20 vjeçarit Grej Bihucit, ngjarje e ndodhur në mars të vitit të shkuar. Në përfundim të hetimeve, organi i akuzës kërkon dënimin me 25 vite burg të 19 vjeçarit Florian Muka dhe me 12 vite e 6 muaj burg për kushëririn e tij të mitur 17 vjeçar me iniciale KM. Prokuroria e Fierit ka ngritur ndaj tyre akuzat për vrasje me paramendim, e kryer në bashkëpunim dhe mbajtje pa leje të armëve të ftohta. Nga hetimet e kryera nga prokuroria, ka rezultuar e provuar më datë 11 mars 2024 rreth orës 11:30 në lagjen Kongresi i Përmetit të qytetit të Fierit, të pandehurit në bashkëpunim me njëri tjetrin ka goditur me thik disa herë 20 vjeçarin Grej Bihuci, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Prokuroria thot se të rinjt ishin takuar për t'u sqaruar lidhur me një konflikt të ndodhur ditë më parë dhe të publikuar në rrjetet sociale. Konflikti midis një grupi adoleshentësh lindi për shkak të një thike dhe më pas të rinjt u takuan për t'u sqaruar. Grej Bihuci ishte viktimë rastësore e konfliktit të shokëve të tij me Florian Mukën. Viktima ishte gjimnazist në shkollën profesionale të qytetit të Fierit dhe pas shkolle punonte si kamarier.